Edhe pas shpërbërjes së kuvendit, kur tashmë dihet edhe data e zgjedhjeve të parakohshme, kryeministri në detyrë Albin Kurti po vazhdon ta zgjerojë kabinetin e tij qeverisës. Të premtën e 1 majit, ai emëroi Hysni Mehanin zëvendës ministër të financave. Po këtë ditë edhe Ali Dula mori postin e zëvendës ministrit në detyrë të zhvillimit rajonal. E Agon Batusha u emërua zëvendës ministër i administrimit të pushtetit lokal. Këto vendime kanë nxitur reagime të opozitës. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Blerta Deliu Kodra thot se emërimet kanë prapavi politike për zgjedhjet e 7 qershorit. Në vazhdën e përpjekjeve që zoti Kurti po i bën me emërimet cilat do t'i shërbejnë agjendës së tij elektorale, sepse po e them qeveria është qeveri në detyrë dhe natyrisht sot kur s'ka as mbikëqyrje nga Kuvendi i Republikës Kosovës, është krejt e panevojshme që të ketë emërime të zavendës ministrave përderisa vendi po shkon drejt zgjedhjeve të reja. Ndërkat sipas Naim Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, emërimi i këtyre zyrtarëve qeveritar përbën tejkalim të kompetencave dhe shkelje të kornizës ligjore. Prej kohës kur është formu qeveria, zoti Kurti ka pasur 2 muaj e gjysmë kohë që të emëroj zëvendës ministra për punët të cilat është dashur që të kryen, pra në mënyrë që puna e ministrive të bëhet më e lehtë. Pra ka pasur 2 muaj e gjysmë dhe të mos pres datën pas shpërndarjes së kuvendit. Në anën tjetër, edhe vendimet për emërimin e zëvendës ministrave janë emërime të paleshme, sepse qeveria e cila është aktualisht është në detyrë dhe kryen punët e përditshme, të cilat janë të përcaktuara edhe me ligjin për ndarjet buxhetore, por edhe me planin e vjetor të punës. Aktualisht ministrit nuk kanë punë të reja përveç përditshmërisë që duhet t'i kryejë secili ministër. Në përditshmëri nuk ka nevojë për staf mbështetës. Kabineti i kryeministrit në detyrë nuk ka kthyer përgjigje të hënën lidhur me këto emërime dhe kritikat për to.